Brenda pak dite hapet tema e islamit politik. Vjet gurthemeli i një kishe me një fshat me shumicën absolute muslimane, e pastaj bëhet thirrje për farrosje të muslimanëve. A thua pse? A ju duket edhe juve pak si pazakont me qëllu rastësisht krejt që të nxitjet për qarjes në njëjtën kohë? Pse pikërisht, kur Kosova po renditet si vendi më i sigurt në botë, po flitet për kalim të kompetencave shumë të rëndësishme të sigurisë së autoriteteve vendase, madje edhe për hapjen e urës së Ibrit. Diçka nuk është ka shkon. Ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani ishte prej të parëve që deklaroi se shërbimet e inteligjencës së Serbisë po fokusohen te mbledhja e informacionit lidhur me islamin politik në Kosovë. Sipas tij, qëllimi i Beogradit është ndërtimi i një narrative negative ndërkombëtare për të paraqitur Kosovën si një vatër të radikalizimit fetar. E nuk vonoj shumë ku deputeti i zgjedhur Eman Rahmani e publikoi një fotografi ku shihet Hasani krah për krah në një tavolinë me një të arrestuar si i dyshuar për spionazh. Për Rahmanin nuk është deklarate paqëllimshme. Zakonisht njerëz që pretendojnë që islami politik apo ekzistimi i tij në Kosovë të rrezik janë kryesisht njerëz që kanë një histori të bashkëpunimit me sistemet e kaluara, ato të komunizmit edhe në Jugosllavi, por edhe më gjërë, që vinë për një linje ideologjike të caktuar, cilën provojnë që atë bashkëpunimin e tyre, cilën e kanë pas me periudha qoftë shërbimeve të asaj kohe, qoftë edhe mbas asaj kohe, me u mundu edhe me ju mbesh tjerëve. Reagimet e shumta pro dhe kondër vluan në rrjetet sociale. Më të zëshëm ishin qëndrimet ekstremiste, fetare, katolike të disa personave. Madje dikush kërkoi edhe shfarrosjen e muslimanëve. Islamit një ideologjie mbetje osmane që është ideologji më e fllihshme në botë. Kam ju kall me benzin, kam ju kall. Ky del të jetë pjesë e lëvizjes për rikthim, e cila hapur ka nisur thirrjen për konvertim në fenë katolike. E kjo lëvizje, sipas njohësve të ligjit, po përkrahet në heshtje edhe nga i peshkvia e Kosovës, e cila po krijon një ekstremizëm të rrezikshëm fetar katolik. Ndëgjojeni çfarë thot avokati Azrem Bytyqi. Paketësisht një kategori e ekstremizmëve të konvertuar në të krishterë janë ata flamurtarët të cilët vazhdimisht vendosin benzin, një bashkëjetese, një paqe, një normaliteti i cili ka ekzistuar me dekada në mesin e shqiptarëve, veçanërisht Kosovë. Mendoj që ky dhe gjitha ekstremistë të cilët janë antar të lëvizjes për rikthim dhe të cilët diskursit të cilëve nuk dënohet nga i peshkvia e Kosovës, që është bashkëpjesëmarrëse me ta, me vetë faktin që me heshtjen e tyre, dhe më thonë i përkro këtë diskurs, kjo tregon që Kosova tashmë ka rrëshitur në një arenë të rrezikshme ku ekstremizmi i krishterë është njëri nga rrezikuesit kryesor e të paqes mes vetë popullit shqiptar. E kujt po i konvenon mas shumë të kjo situatë? Sipas ekspertëve të sigurisë dhe njohësve të ligjit, Serbia po përfiton nga kjo situatë dhe po fuqizohet një narrativ i caktuar dhe t'i paraqitet bashkësisë ndërkombëtare, duke pretenduar se Kosova nuk është në gjendje të funksionojë vetë si shtet demokratik. Përveç kësaj, duke përdorur elementin e ekstremizmit, ka për qëllim që vendeve perëndimore t'u paraqes këtë rajon si një hapësirë me potencial destabilizues, por edhe si një kërcënim të mundshëm për Evropën. E kjo sipas avokatit Bytyqi, përveç infiltrimit në strukturat inteligjente, bëhet edhe në këtë mënyrë. Dëgjojeni. Mendoj që një prej investimeve të mëdha të Serbisë në Kosovë është që të prodhoj produkte dhe mendësi sikur të Enver Hasanit, dhe natyrisht marrë edhe elemente të tilla të njerëzve të cilët janë të manipuluar dhe kanë krizë të identitetit, përfshirë edhe ata të cilët kanë krizë të identitetit kombëtar dhe konsiderojnë që kanë një identitet caktuar fetar, edhe të përdor këto elemente për të krijuar një krizë të brendshme në Kosovë dhe të vendosin përplasje mes popullatës shqiptare që mund të jetë me një identitet fetar jo shumë të theksuar dhe të tjerëve katolikëve minoritet dhe popullatës shumicë muslimane. Pra, Serbia e din që tashmë me ushtri nuk e ka pozicionin që ta rikthej Kosovën, por mund ta rikthej vetëm përmes një minimi të paqes civile mes kombit shqiptare. Kjo mund bëhet përmes elementeve të tilla, sikurse këtyre elementet radikal brenda muslimanëve dhe këtyre elementet radikal brenda pseudo-intelektualëve dhe ish-figurave të cilët kanë përfaqësuar sistemin politiko-juridik Kosovë në 26 vitet e fundit, sikurse edhe Enver Hasani.
Ama është e sigurt se këto tema janë shumë me interes për diskutim në masë dhe përkthehet menjëherë me një luftë kulturore pro dhe kundër.